Dashuria për pemtarin, vreshtarin për bujqësi në përgjithësi na bëri që ne të vijmë sot në fshatin Baldushk. Do të jemi së bashku me Hamdi Shabanin, i cili është një zotëri, i cili sot e gjejmë në një ditë pune, duke pastruar vreshtat e tij të rushit. Përshëndetje. Përshëndetje. Punë të mbar. Faleminderit, mirë se erdhët. Sot jemi në një ditë pune, po shikoj që ti po pastroje vreshtat e rushit, po i rregulloje, po i sistemoje me shumë dashuri. Kjo është një gjë që ju e bëni në përditshmërinë tuaj, besoj. Është procesi i fundit tashti për rushin që çdo ditë mund dalin nga majat, me të për kputjen e majave, se proceset tjera janë kryer edhe trajtimet kimike. Janë kryer gjithashtu, është bën heqja sjetullarëve edhe kputja majave, po dalin vazhdimisht. Tashti jemi në periudhën që po përgatitemi për përpjekje. Fatmirësisht, klima ka qenë e mirë, deri tashti edhe kemi pas rezultat mirë. Është ndjenje shumë të mirë, vreshti këtë vit, jo vetëm tek unë, po në gjithë zonën, është në gjendje shumë të mirë. Cilat janë hapat që ndiqen zakonisht në periudha të ndryshme të vitit? Tash do të fillosh me krasitjen e para, që fillon edhe plerimi bazë i hershëm, me ple organike dhe me të tjerat. Pastaj me vonë, kur fillon qelja në prill, këtu këtë vit jemi më para, që është në mars, se ka qenë klima e tillë, edhe jemi përballë me nxjerrjen e kaluzimin në kohën më përpara se sa duhet. Ja rreth 20 ditë. Kështu, e jemi përpara. Edhe aty ne pastaj ka procese shumë aty, se do të kujdesesh për trajtimet kimike, për herrjen, me fjalë kryesore, lastaret, të trungut, fillojnë lastarët, ka shumë punë me herrjen që quhet. Përmendë pjesën kimike, shikoj që ju i keni, si quhet, tamam. Me trajtim me lëng bërdelis, quhet, gur kali gëlqere. Çfarë efekti ka kjo? Bën insektat? Guri kalit gëlqere është një, me fjalë lëng bërdelis që bëhet me këtë preparat, është shumë efektiv. Jo vetëm për rushin, po edhe për perimet, për domatën, sidomos. Lufton kalbëzimin, lufton edhe me forcë vrugur. A mund të bëhen këto të rrezikshme, të dëmshme nëse ne i përdorim pa kriter? Ja, nuk ka asgjë fare. Edhe sikur mos ta lajm veshin e veshulin, as i dëm nuk do ta shkaktojë. Unë po të shikoja që ti po rregulloje disa nga gjethet, që po i kpusje, po i pastroje. Ne i heqim zakonisht gjethet e fundit poshtë veshullit, 2-3 gjethe, zakonisht. Pse bëhet? Edhe kjo bëhet për ta lëru nga ajo ta kapi edhe rrezet e diellit ta kapin pak. Po unë, me të thënë drejtën, nga ana e perëndimit, e kam rujt pak sepse jam djeg në këtë punë se dielli i nxehtë shkakton edhe djegje ke veshullit. Pra duhet jesh pak i kujdesshëm se cilën gjethe do heqësh. Dielli i paraditës nuk djeg. Kurse dielli i mbasdites shkakton edhe djegje ke veshullit. Është me avull më të nxehtë edhe jo i efektshëm. Si duhet ta kuptoj unë se cilën nga gjethet duhet heq në mënyrë që vreshti rushit të jetë sa më i shëndetshëm dhe të mos të sjellë probleme në... Zakonisht u thash që të hiqen 2-3 gjethet e para këtu. Ja, ka në gjethe që s'është heq. Ja, unë heq këtë gjethen, edhe këtu të ashti shikon. Një fjallë, ja, veshat e rushit dalin. Ne nuk kam qef me i heq. Edhe këtu mund të heq. Ja, këtu. Edhe ja, se shikohet rushi. Me fjallë, është i pastër, këtu edhe i aerosër, edhe nuk infektohet edhe nga smundje. Ju në çfarë ore zgjoheni mëngjes dhe sa kohë i kushtoni dhe i përkushtoni vreshtave? Po, mosha na lejon se ne merremi kryesisht tash me pak perime për vete edhe me vreshtin e rushit. Tash mosha na lejon që ne edhe me këtë kushte tash të vapës në ngrejme në orën 5
mjesit. Në 5 të mëngjesit? Po, Çdo në ditë orën kjo gjë? 5 mjesit unë shkoj edhe bëj vaditje herë të perimeve. Të specit Pra ne edhe kemi ardhur domatet. vonë sot. Në këtë orë fillojmë... I kemi mbaruar gjitha punët. Vazhdojmë edhe në proces, çfarë kemi për të bënë ka rrushi, aty. Unë ja kam bërë këtë vaditje, nuk i bëj më rrushit, ja kam bëj vaditje para 4 ditësh. Aty ja shikohet. Në ditët që janë shumë të nxehta, pra në këtë periudhën e korrikut dhe të gushtit, sa shpesh është mirë që të vadisim rrushin? Ja. Breshtat e rrushit. Ja. Rrushi, për mu, këtu një vaditje ka tamam. Tjetë si të doj. Sepse në gusht që fillon pjekja, ai do të marri përqindjen e sheqerit, që sa po të vadish më shpesh, ai nuk e arrin dot atë. Kështu që maksimumin e arrin kur ne e vadisim rrallë, edhe jo në fazën e kur fillon më pjek. Aty nuk duhet nërpritet vaditja. Edhe unë tash e kam vadit 10 ditë afërsisht para se sa duhesh, se kam frikë se nuk sigurohesh ujtin. Edhe kështu që tash e kam kry këtë vaditje, nuk i bëj vaditje tjetër. Po nëse kalojmë se shikoj që nga ana tjetër keni domate. Do kalojmë pak të shikojmë edhe domatet, pjesën tjetër të perimeve. Domatja don ujë një herë të paktën 10 ditë. Është më ashtu, sa rrushi ja. Domatja çdo 10 ditë e don. A kërkon domatja një kujdes më të veçantë se breshtat e rrushit? Është shumë e bezdishme domatja është. Ka herë si rrushi, po përveç se edhe të bën me ngjyrë, do të pastrohesh mirë, sa herë të hysh aty ka domatja, do të bësh një pastrim total, ke duart, ke trupi, rrobat, e gjitha, sepse të ngjyros. Aty edhe procesa ka shumë, edhe putje maja, sjetullor, gjitha gjethat e fundit, do t'ja heqsh edhe domatës. Të gjitha këto proceset që ju më përmendet nga fillimi i bisedës deri më tani, i realizoni të gjitha vetë, apo keni edhe ndihmën e ndokujt? Ja, i herë për i herë tash i kemi realizu vetë, po me vonë është e pa mundur. Kam pas vresht pak më shumë, e mbolla me ullin se nuk e përballojsh atë. Tash ti përballoj kaq, për 500 metra vresht, e kam përballu vetë, me të gjitha proceset. Edhe me trajtimet kemike, spërkatjen, me herjen, me krasitjen. Me krasitja këta nuk i kam problem se është profesioni im. Po kur vjen puna të rinj sot, si shikon të rinj sot? Të duket sikur e kanë humbur interesin për bujqësinë? Kanë qef që edhe rrushin për ta hëngur që u çosh në tavolinë. Nuk kanë dëshirë që të vinë të shohin edhe si prodhohet, si bëhet. Edhe këte ka është largu shumë. Nuk ka njerëz që kanë qef të punojnë ka bujqësia. Po kur vjen puna te fëmijët tuaj, a ke arritur që ndonjërit prej tyre ti t'ia trashëgosh këtë dashurinë, këtë pasionin që ke pikërisht për breshtarin, për bujqësinë e vetvete? Ja, ata kanë punën e vetë dhe është e pa mundur, nuk kanë interes. Ai që është në Greqi, edhe pse ka dëshirë, punon bujqësi, po këtu nuk ka dhënë një kontribut. Kurse tjetër është me punë të tjera. Pra të gjithë kanë zgjedhur ato drejtimet e tyre, le të themi, dhe janë jashtë kësaj fushë. Jashtë kësaj fushë, nuk kanë interes. Mush menja thot nuk fitojmë gjë, kurse unë e bëj për qef. Për hobi, me pas prodhim, me pas vreshtin tim, me pas domatën tim, me specin tim, pak ulli. Me thënë, është shumë mirë. Në qofë se rrinë fshatë, nuk e i pëmë kë shpia është e kotë. Jo, e ullë. Unë nuk e di nështë, ma do t'i hyjnë e dëshirë për kështë po. Duket e vështirë. Kam me, kur thaj, me 100 rrojnë pëmë po, të ndryshme, gjitha, nga gjitha llojet, edhe ato nuk kanë mjellë asnjë. Këtë gjithë i kam mjellë vetë. Tani jemi në një ambient tjetër, jemi pikërisht te pemët që përmendet më përpara. Këtu jemi vetëm te një pjesë e tyre, sepse pjesa tjetër më thatë që janë te faqja e malit. Këtu shikoj që kemi dardha, shikoj që kemi moll. Ajo pema atje çfarë është? Afrohemi që ta shikojmë. Mushmoll, ajo është mushmoll dimëror. Po. Hide,
Kjo janë mushmollët dimërore, okej, në çfarë, do të thënë, nga vetë emri mushmollë dimërore, besoj bëhen në periudhën e dimrit, apo jo? Po, bëhen në nëntor. Në nëntor, pra... Po shkon deri në vit ri, gati. Okej, kështu që i bie fundi vjeshtës, fillimi i dimrit dhe prandaj ka tek ngrica, shpëton. Po kjo pema tjetër këtu, se më duket, kjo është hide. Po. Okej, ose kipca që i thonë ndryshe. Shega atje më tanë, e vogël, atje... Po, është ajo e vogël. Dardhat. Dardhat po i pam. Tani, cila nga këto pemët është më e preferuarja për ju? Se cilja... Që ju e keni më për zemër? Se cilja ka anën e vetë. Këta e mjellën vetëm për ta pas si pemë, nuk ka në vlerë të madhe, sa është me shumë fara. Kja. Të mire janë këto mollë, Belfiora e verdh. Pa? Këtu. Që është mollë e mirë, kam Starkinga, kam atje në parcelën tjetër, po këtu janë mollët Belfiora. Pa, këtë vit janë me prodhim të bollshëm. Këto zverdhen me vonë. Pra janë mollë të verdhe, nuk janë jeshile? Po. Nuk është jeshile. Jeshile është ajo tjetra atje. Po kjo pema këtu mbrapa, çfarë është? Kjo është dardhë e hershme, ka përfundu prodhimi. Nuk po shikoja asnjë... Ja, nuk ka fruta. Prandaj... Po, ja, ka përfundu procesin. Nuk mund jetë është ndoshta... Cila nga këto pemët kërkon një trajtim më të veçantë, një kujdes më të veçantë? Ja, vetëm në krasitje dhe në lullëzim. Duhen edhe formimi frutit, duhen 2 trajtime për krimbit, me tepër. Kështu edhe janë gjithë, ja. Po i kam varietetet ndryshme, dardhe. Atje janë 2 varietetet tjera, ja këtu kemi prap janë tjetë, këto, është tjetër varietet, këtu. Këtu kemi këto 2 mollët janë tjeta këto. Po, kur vinë nipërit dhe mbesat, cila është pema frutore më e preferuar e nipërve dhe mbesave? Është me dëshirat e atyre, tash ai nipi vogël, 2 vjeç tash ai kërkon rush. Aty, kurse vajzat, mesat nuk e kanë qef, nuk duhet. Kështu. Edhe ka humaja, nuk kanë ku i themi neps, ose dëshirë për të hangër shumë. Se kanë fruta gjatë gjithë kohës, ja blejnë prindit e vetë. Sa do që prindit e vetë i blejnë fruta, shien e frutave që janë të bëra në kopshtin tuaj, nuk të gjejnë. Kështu që është në Italia, këtë mollën e përqenë shumë. Ja, është mollë e mirë. Po mirë, më the pak më para që ato nuk kujdesen fare për pjesën e pemëve, pjesën e vreshtave, po kur vinë këtu të ti, duan që të marrin frutat e pemëve. Ke menduar të ushesësh ndonjëherë? Se të ti mbashkë shumë e të lira sa herë vinë? Jo, për të shitë. Ta shqipa nuk duhet jeshes, për kam dëshirë që ti hajtë pak nëse nështë i shtohat kur është që thot dëshira për të punu, thot është e mirë të maj, ti bëj shërbim që të prodhoj, edhe bëj. Vetëm për atë, nuk duhet jeshes, po vetëm që ti rritat interesi. Gjë që më bëri përshtypje, se kjo ambient është shumë i bukur. Më bërë përshtypje shumë që është një ndërthurje shumë e bukur e natyrës. Dashuria juaj për bimët, për pemat në këtë rast, por shikoj që e keni ndërthurur dhe me pula, rosa, pata, pra është një ndërthurje shumë e bukur dhe kur vjen këtu, do më thënë ti ndje një qetësi të parë, një dashuri, je shumë pranë natyrës. Quhet tamam shtëpi fshati. Do më thënë, jemi shumë pak kilometra larg Tiranës, po njëkohësisht nuk duket si Tiranë, duket sikur jemi në një vend komplet tjetër. Po, ka gjelbrime, pra ne duhet këto, gjelbrime. Dhe gjelbrimi është gjë pozitive, di në gjithët që pemët gjithë thithin gazin karbonik në nxjerrin oksigjen. Ajër pasër. Dhe për post pulave dhe rosave që pam, a keni dhe kafshë të tjera shtëpiake për cilat ju kujdesin? Jo, nuk për dërë tjera, jo. Nuk kam. A kujdeseni më do pak, apo jeni? E kam heq lopën, se nuk e përballoj da. Duhet ketë në i tri, sa shumë që të merët me punë. Kur nuk ka, atëherë edhe në është vështirë me lopën. Ju më thatë që fokusin e keni të pjesa e vreshtave, pemtarisë, purimet që ju realizoni, për konsum të përditshëm. Po me pullat dhe rosat, kujdeseni ndo pak? Apo ja keni të bashkësotës? Ja,
merret bashkëshortja me punë. Pra i keni ndarë detyrat? I kemi ndarë detyrat. Ajo merret me pulat e rosat, kurse unë merrem me pemtarinë. Ktu e ndihmoj edhe ke perimet, aty se edhe ke perimet merret. Kurse ke pemtaria merrem vetë. Të kanë thënë fëmijët, të kanë ftuar që të lësh fshatin dhe të shkosh të jetosh me ta në qytet? Ose... Po kanë thënë. A do vish atje me ne. I kam thënë nuk vi kur, nuk mund të rri atje, është rri natë, edhe vi këtu. Nuk mund të rri atje. Pra nuk i larguar asnjëherë më shumë se natë nga shtëpia? Jo. Pse me kaq merak e keni? Largohesh, është më mirë se në shtëpinë time, në ambientin tim që e kam përgatit vetë, edhe nuk mund të vej as tjetër. Nuk ka tjetër. Kështu kam lëviz, kur iki, se kam lëviz, kam shku në për qytete, në për shtetet të Europës, shumicën i kam shetit, nuk. Po që për t'jetuar asnjëherë nuk e ke menduar që të lësh shtëpinë tënde dhe të largohesh në një qytet. Kam nete, i kam thënë nuk rri më tepër, i kam thënë se 5 ditë, ose maksimumi 7 javën që të mushet, nga dielën diel, dhe këtu kam shku në Itali dhe kam marrë. Po kur ke ikur në Itali, me sa merak i ke lënë vreshtat këtu dhe pemët? Mo bojt e java, muaj është pak me thëmë, me tepër. Nuk e përballoj atë. Do që të vinë se ti shaf çfarë është bo, çfarë ndryshimi kanë. Si janë zhvillu. Meraku, çfarë, ka nëj problem, nëj smundje, nëj gjallë. Është dëshirë edhe pasion, po është edhe bukuri, pema. Çfarë do thejë të gjitha atyre të rinjve që po na ndjekin këto momente, që kanë dëshira dhe pasionet të tjera, por janë larg natyrës? Larg. Thesa ime është që t'i kthehen që të gjithë punës, por realisht kjo do në edhe orientim nga lartë. Do një inkurajim, do në investim, do që të shesi prodhimit. Ju thatë, unë kam këtu prodhime, me bolla edhe këto mollë që kam këtu, unë për tjetë gjysë më t'i heqë, se nuk i hajdat, nuk i konsumoj. Aty, s'kam kuj qëj. Pak prodhim, nuk ka grumullim, nuk e i magazin ku t'i qosh ata, edhe 10 kile me pas t'i qosh. Si gjithë tjere, bashkë aty edhe bëjnë shumë ata. Po, nuk kemi. Edhe me kaq kanë, sa aty, ma themi hajtë nevoja tonë edhe për bukuri.